Roland Trebicka, rrëfimi i fundit. Faqja në ishte dikur sjell një nga rrëfimet e fundit të aktorit të paharruar Roland Trebicka. Në botën e artit, disa zëra nuk heshtin kurrë. Disa njerëz mbeten përgjithmonë në kujtesën e publikut, edhe pasi drita e skenës shuhet. Njëri prej tyre ishte Roland Trebicka, aktori i pazavendësueshëm i komedisë shqiptare, njeriu që i dha humorit ton fytyrën më njerëzore, më të pastër, më të vërtetë. Por pas dritave të skenës, pas duartrokitjeve dhe roleve që na bën të qeshim me lot, Trebicka mbante brenda një breng, një luftë që jetoi në heshtje. Këto kanë qenë ndër fjalët e fundit që ai i tha së shoqes, para se të ikte nga kjo botë. Mbase do të kthehem në teatr, në obor a në hol, por në skenë nuk do ngjitem më kurrë. Më ndero, fjalë që të ngrin zemrën, fjalë të një njeriu që e kishte dashur skenën më shumë se veten, dhe që e dinte se nuk do ta shkelte më atë. Dhe ai vërtet u kthye në teatr, por për herë të fundit. Jo si aktor, jo me rol, jo me buzëqeshjen e tij të madhe dhe të gjallë, por i shtrirë në heshtje, i nderuar me lule, me duartrokitjet më të dhimbshme që një artist mund të marrë ndonjëherë. Aty ditë, miq, koleg, politikan dhe dashamirës të artit u rreshtuan përballë tij. Atyre që dikur u afalte të qeshurën, sot u arrëmbente lotin. Por le të kthehemi pak vite më herët, le të dëgjojmë vetë rrëfimin e tij të qetë, të sinqert, të prekshëm. Më besoni, thoshte Trebicka, unë jam një njeri që nuk e kam njohur kurrë sëmundjen. Kam marrë vetëm 9 ditë raport kur isha 23 vjeç. Po luaja tek shtëpia në bulevard. U mbusha me njolla të kuqe, kisha ethe. Ishte fruthi, që prej asaj dite nuk mbaj mend të kem marrë më raport. Një trup i fortë, një shpirt i fortë dhe një dashuri e jashtëzakonshme për teatrin. Ai ishte aktor i natyrshëm, i pandalshëm, një motor që spushonte. Por gjatë përgatitjeve për tablon absurde, diçka ndryshoi. Një lodhje pa shpjegueshme filloi ta shoqëronte. Një koll, ethe, një ndjesi që nuk e kishte njohur kurrë më parë. Mendoi të linte duhanin. E kishte provuar shumë herë, por kësaj here vendosi me kokë fortësinë e një njeriu që e ndjente se diçka nuk shkonte. Kam pirë kaq shumë, thoshte me ironi. Puna jonë është e tillë, sidomos kur je në proces tavoline, në kërkim të vazhdueshëm. Por sëmundja nuk po ikte. As nuk dinte se ku të shkonte. As nuk ishte mësuar me mjek, me spitale, me analiza. Me një mik të teatrit, shkoi në dispanserinë e parë që ju kujtoa. I thanë se ishte diçka e vjetër, jo shqetësuese. Mori disa mjekime dhe vazhdoi jetën, si gjithmonë. Asgjë nuk e ndalte dot. Madje udhëtoi deri në Indi me trupën e teatrit, mes lodhjes, etheve dhe pasigurisë, sepse skena ishte oksigjeni i tij. Por kur u kthye në Shqipëri, vendosi t'i besonte një mjeku tjetër, pa e ditur se ai mjek do t'i ishte shoku i tij i fëmijërisë, dikush që e njihte prej vitesh, dikush që nuk dinte si t'ia thoshte. Dhe Roland Trebicka e kuptoi gjithçka, vetëm nga fytyrat e tyre, nga heshtja, nga shikimet që shmangeshin, nga dhimbja e atyre syve që nuk dinin si të jepnin një lajm kaq të rëndë. Aty filloi betejë e tij e vërtet, një betejë e gjatë, e vështirë, e mundimshme, e cila nuk e rrëzoi kurrë shpirtërisht. Ai e pranoi me forcë, me dinjitet, siç pranon një njeri i madh. Nuk u ankua, nuk u dorëzua. Deri në ditën e fundit, ruajti shpresën, humorin, qetësinë e tij të njohur. Dhe megjithatë, e dinte, e ndjente, që kthimi i tij në skenë nuk do të ishte më i mundur. Do të kthehem në teatr, kishte thënë, por në skenë nuk do ngjitem më kurrë. Dhe ashtu ndodhi. Ai u kthye në teatr për herë të fundit, aty ku e deshën, aty ku duartrokitjet e tij ishin bërë histori, aty ku zëri i tij kishte mbushur sallën për dekada. Por këtë herë ishte publiku që fliste për të. I fundit, por edhe më madhështori homazh. Sot, Roland Trebicka mbetet një prej figurave më të ndritura të artit shqiptar. Një simbol i komedisë, një mjeshtër i skenës, një njeri që la pas role, kujtime dhe një buzëqeshje që nuk shuhet. Ai iku, por nuk u largua kurrë. Zëri i tij, rolet e tij, thjeshtësia e tij do të mbeten përgjithmonë pjesë e shpirtit të teatrit shqiptar. Ky ishte rrëfimi i tij, dhe kjo është mënyra për ta nderuar. Faqja na ishte dikur e kujton me nderim e respekt.